Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, gjithë hamdet, falenderimet dhe lavdia plot i takon të madhit Allah fuqi plot, shumë salate dhe selame i dërgojmë më të dashurit ton, më të madhit pejgamber, Muhammedit ton të dashur alayhi salatu wassalam, të dashur dhe shumë të respektuar miq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Elusim Allahun fuqi plot që edhe ky takim i radhës të jetë prej veprave tona të mira, të cilat vepra të mira do të na bëjnë faqebardh e do të na bëjnë të shpëtuar nesër në takimin ton me Allahun fuqi plot. Po fillojmë edhe me një takim të ri në shoqëri me ajetet e kapitines An'am. Një sure e jashtëzakonshme, një sure e cila i zbriti pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam në Medinë, në Mekë, më falni, në periudhën kur pejgamberi alayhi salatu wassalam ishte në ballafaqim të drejt për drejt me kundërshtarët dhe armiqtë e tij. Një sure e cila pothuajse çdo varg dhe çdo ajet i kësaj sure përmban në vete shumë argumente, shumë dëshmi, shumë fakte për ta konfirmuar të vërtetën, në të njëjtën kohë për ta demaskuar dhe për ta zbulu çdo të kot e çdo kotësir, çdo të pavërtet e çdo batil, çdo gënjeshtër e çdo intrig. Është surja e Kur'anit që në raport me gjitha suret e Kur'anit më shumë të është përsërit urdhri dhe fjala kul, thuaj. Do të thotë asnjë sure në raport me kapitinen An'am, 113 sura tjera, asnjë sure nuk është përmend më shumë dhe nuk është përsërit më shumë fjala thuaj, kul, se sa në këtë sure. Vetë fakti që është përsërit kaq shumë fjala thuaj, kjo tregon se Allahu fuqi i plot në vazhdimsi i ka sill argumente dhe dëshmi pejgamberit alayhis salam për çfarë do lloj kundërshtimi apo refuzimi, dileme, dyshime, gjëra të kota, bestytni që idhujtarët e Mekës mundoheshin ta kundërshtojnë, ta polemizojnë dhe të sjellin nga mendësia e tyre e errët argumente, po themi, në thojza. Pa humbur kohë, do të fillojmë nga ajeti 137 deri tek ajeti 144 nga kapitena An'am, të frymëzuar në kuptimet e këtyre ajeteve e kemi titulluar këtë takim ndalesa të shpikura mbi baktit dhe prodhimet. Duke lexuar ajetet, do të kuptojmë çfarë kanë shpik dhe çfarë shenjtëri në thojza i kanë paramendu në jetën e tyre dhe në veprimtarinë e tyre idhujtarët e idhujtarisë, respektivisht idhujtarët e Mekës. Në ajetin 133, thotë Allahu fuqi plot: "Wa kadhalika zayyana likathirin min al-mushrikina qatla awladihim shuraka'uhum liyurduhum wa liyulbisu alayhim dinahum walau sha'a Allahu ma fa'aluhu fadharhum wama yaftarun." Thotë Allahu fuqi plot. Dhe kështu, për shumë nga idhujtarët dhe ortakët e tyre u azbukuruan vrasjen e fëmijëve të tyre për t'i shkatruar dhe për t'u ngatruar fenë e tyre. Sikur të donte Allahu, ata nuk do ta bënin këtë. Prandaj lëri ata dhe atë që ata e shpifen. Imam Tabariu, Muhammad ibn Jarir al-Tabari, Allahu e mëshiroft, i cili është një prej nismetarëve të parë dhe i pari i cili ka shkruar një libër voluminoz mbi komentimin e Kur'anit dhe surave të Kur'anit, Imam Tabariu thot, kur fillon me komentu këtë ajet, pjesa e parë thot, u azbukuruan vrasjen e fëmijëve. Ata idhujtarët arab nga friga e varfrisë, por edhe si rituale fetare për idhujt e tyre, i kanë vrarë fëmijët e tyre. Do të thotë, dy kanë qenë motivet pse ata i kanë vrarë dhe i kanë privuar nga jeta fëmijët e tyre. Motivi i parë kanë qenë të nxitur nga
friga prej varfrisë se nëse kenë fëmijë shumë, ata nuk do t'ja dalin t'i ushqejnë e t'i rritin, ndërsa motivi i dytë ka qenë pikërisht motiv që është ndërlidh për ritualet e tyre fetare me idhujt e tyre, në këtë rast me zotrat e tyre të rejshëm. Ajeti tregon se shejtani dhe ortakët e tyre që i adhuronin idhujt, ata u azbukurun këtyre këtë veprim kaq të shëmtuar. Ortakët e tyre ishin shejtanët dhe idhujt që i merrnin për Zotin të rejshëm, si dhe priftrit e tyre pagan. Ju lutem, nuk është fjala këtu, se nga ne kur përdorim fjalën termin priftri, me njerën neve na shkon mendja tek priftrinjet e fesë krishtere, por këtu në këtë rast nuk është fjala për priftrit e fesë krishtere, por për priftrinjet pagan, njerëzit e fesë e tyre në paganizmin dhe idhujtarin e tyre. Ata i nxiten dhe i binden ata në këtë devijim të tyre. Dhe qëllimi i tyre ishte që ata të shkatrohen, me qëllim që t'i shkatrojnë ata, të shkatrojnë jetën e tyre, ardhmërinë e tyre. Kështu do të thot, Imam Tabariu thot, ky shkatrim në kupton edhe shkatrimin moral, edhe shkatrimin shoqëror, por edhe një gjendje të rëndë shpirtërore që ata e vuanin këtë gjendje kaq të rëndë shpirtërore. Por vazhdon ajeti kishin edhe një qëllim tjetër, për t'u ngatruar fenë e tyre. Që feja e tyre t'u ngatrojë, që ata të vazhdojnë të jenë të zhytur në shumë me dyshje, dilema, në konfuzitet të madh. Do të thotë, ata tërkohën e kanë ngatruar të vërtetën me të pavërtetën, të keqen më të mirën, ajo e cila ishte e dobishme me atë çfarë ishte e dëmshme për ta dhe kështu me radhë. Do të thotë, nëse e bëjmë një përmbledhje të ajetit 137, Allahu te baraka wa taala nëpërmjet këtij ajeti na përshkruan devijimin ekstrem të këtyre idhujtarëve, pastaj na flet për një manipulim psikologjik që ata e përjetoni. Allahu dhul xhelal tregon dhe denoncon vrasjen e fëmijëve që ata në mënyrë të padrejtë dhe shumë mizore e bënin këtë mizori. Pastaj ajeti tregon se si ata e shtrembronin fenë e tyre dhe Allahu dhul xhelal në të njëjtën kohë zbardh këto praktika të shëmtuara të idhujtarisë. Vazhdojmë ajetin 138, thot Allahu dhul xhelal: "Wa qalu hadhihi an'amun wa harthun hijrun la yat'amuha إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليه افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. Në ajetin 138, Allahu fuqiplot thot: ata than, ata idhujtarët e Mekës than, këto janë bakti dhe të mbjella të ndaluara. Nuk ka të drejtë askush t'i konsumon. Nuk i ha askush përveç atyre që duam ne, sipas besimit dhe pretendimit e tyre të gabuar. Vazhdon ajeti: ka bagëti që u ndalohet të hipet mbi to dhe ka bagëti mbi të cilat nuk përmendet emri i Allahut, duke shpifur ndaj tij gjithnjë me këto pretendimet e tyre. Ai do t'i shpërblej për atë që ata shpifin. Imam Tabariu, duke komentuar ajetin 138, thot: bakti dhe mbjella të ndaluara. Thot, idhujtarët e Mekës shpallnin disa bakti, disa kafsh që ata posedonin, i shpallnin dhe i konsideronin si bakti dhe kafsh të shenjta. Rrjedhimisht ndalonin konsumimin e mishit të tyre dhe edhe nëse ndokush konsumon të mishin e tyre, atëre ishin vetëm priftrinjet e tyre pagan që konsumonin mishin e atyre kafshve të shenjta sipas atyre çdo herë. Në thot ajeti tregon, thot ata than disa bakti dhe disa të mbjellura, disa produkte bujqësore, hijrun, janë të ndaluara, nuk ka të drejtë askush t'i konsumon. Përpos atyre që ata ua lejonin. Në thot shiqoni, tash kjo pjesë ajetit tregon se ata kanë vendos rregulla në mënyrë arbitrare. Rregulla që nuk kanë vlej ato rregulla për gjithë, por për njerëzit e fesë së tyre, për priftrinjet e tyre pagan, ata i kanë shkel këto rregulla
qoftë në raport me këto bakti të shejta, apo për disa produkte bujqësore që ata kanë shpik ndalesa fetare në mendjen dhe në bindjen e tyre. Pastaj ajeti tregon thot nuk përmendin emrin e Allahut. Do të thot Imam Tabariu thot kur kanë bë therrjen e disa baktive të caktuara kanë bë therrje për idhujt e tyre, për zotrat e tyre, jo për Allahun, dhe ky veprim ajeti na tregon se është idhujtari dhe është shirk në adhurim ndaj Allahut te baraka wa taala, dhe Allahu e përmbyll ajetin 138 thot ata do të shpërblehen përballë kësaj shpifje të rëndë që i kanë bërë Zotit te baraka wa taala. Do thot pretendimi i tyre për bakti të shejta, për të mbjellurat e shejta, ndalesa të caktuara dhe në mënyrë arbitrare, dhe pastaj gjitha veprimet tjera, të gjitha këto janë gjëra të shpifura, janë shpifje që në raport me Allahun fuqiplot me krijuesin kanë bën një krim të rënd, prandaj Allahu dhul xhelal do t'i shpërblej për këto shpifje që ata i kanë bë në raport me Zotin te baraka wa taala dhe me pretendimet e tyre në raport me baktit apo të mbjellurat. Kur e përmbledhim ajetin 138, përmbledhja na del kjo. Nga ajeti mësojmë ndalesat e shpikura sipas mendjes së tyre, po ashtu ajeti na tregon dhe denoncon manipulimin fetar që priftrinjet pagan kanë bë shoqërisë së tyre. Pastaj ajeti na tregon se çdo therrje që bëhet për idhuj dhe Zotin e Tërëjshëm konsiderohet shirk dhe veprim shumë i rëndë tek Allahu te baraka wa taala. Pastaj po ashtu ajeti na përmend edhe një krim tjetër që ka të bëjë me shpifjen ndaj Allahut, dhe kjo është akuzë shumë e rëndë në raport me krijuesin, si dhe ajeti na tregon disa devijime të lajthitura të idhujtarëve të Mekës që ata këto veprime i bënin në raport me baktit e tyre të shejta, po themi në thojza çdo herë, dhe disa të mbjellura që ata kishin pretendime të caktuara. Në ajetin 139, Allahu te baraka wa taala vazhdon dhe thot: "Wa qalu ma fi butuni hadhihi al-an'ami khalisatun li dhukurina wa muharramun ala azwajina wa in yakum maytatan fahum fihi shuraka sayajzihim wasfahum innahu hakimun alim." Tash edhe ajeti 139 është vazhdimsi e kësaj mendësie të qoroditur, ku Allahu te baraka wa taala na zbulon tutje prap hala dhe më shumë këtë mendësi dhe këtë mentalitet të qoroditur dhe të shtrembruar të idhujtarëve të Mekës. Thot Allahu fuqiplot në ajetin 139. Ata thoshin, ata idhujtarët thonin, ajo që është në barkun e këtyre baktive është e lejuar vetëm për meshkujt tonë, ndërsa për gratë tona, për gjinin femnore, janë të ndaluara. Pastaj, por nëse lind e ngordhur, nëse ajo që ishte në barkun e baktive, ai fryt, nëse lind i ngordhur, atëherë të gjithë janë ortak në të. Ai do t'i shpërblej për përshkrimin e tyre, për këtë shpifje, ai Allahu është i urti dhe i gjithdijshmi. Imam Tabariu, kur e zbërthen dhe e interpreton ajetin në fjalë, thot, tek pjesa e parë, ajo që ishte në barkun e këtyre baktive. Imam Tabariu thot, ata vendosnin edhe kur baktit e tyre ishin mbarse, vendoshin dhe shpiknin rregullat të çuditshme në raport me baktit e tyre. Siç na tregon vazhdimësia e ajetit, thot, nëse ato bakti lindnin, atëra ata thonin se lejohet të konsumohet mishi i atyre kafshëve të sapo lindura vetëm për gjinin mashkullore. Ndërsa për gjinin femrore ndalohej konsumimi i mishit të atyre kafshëve të sapo lindura. Kjo lloj ndarje dhe ky diskriminim është pa baza fetare dhe hyjnore, dhe rrjedhimisht
kjo ndarje e tillë që ata kanë bë në mendësinë dhe mentalitetin e tyre, e tëra është trillim dhe shpikje dhe risi në fenë e tyre idhujtareske. Pastaj është interesant, ata thonë nëse lindin të ngordhura prej atyre baktive të tyre kafshët, atëre një farforme, edhe burat, edhe gratë, apo edhe meshkujt edhe femrat, janë përgjegjës në këtë fatkesi çfarë atyre ju ndodhë. Në të thotë, ajeti 139, nëse dëshirojmë t'i përmbledhim disa prej mësimeve dhe rregullave të këtij ajeti, na dalin këto mësime. Do thotë ajeti në radhë të parë na zbulon edhe një pjesë të këtyre rregullave të shpikura dhe njëkohësisht Kurani i denoncon dhe i kritikon këto rregulla të shpikura. Pastaj diskriminimi gjinor që ndodh për shkak të bindjeve dhe adeteve të tyre, po ashtu e denoncon dhe e kritikon Kurani edhe këtë lloj ndarje, edhe këtë lloj diskriminimi. Pastaj në brendin e ajetit këtu Kurani e shfaq edhe një kontradikt logjike. Do thotë, kur e analizojmë logjikisht këtë mendësitë e tyre, edhe këtë ndarjet e tyre, na del përfundimi se logjikisht nuk ka asnjë lloj sensi dhe asnjë lloj arsye ky veprim që idhujtarët e Mekës kanë besu dhe kanë praktiku. Ajeti 140. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Qad khasira alladhina qatalu awladahum safahan bighayri ilmin wa harramu ma razaqahum Allahu iftira'an 'ala Allah qad dallu wa ma kanu muhtadin." Thot Allahu dhul jalal. Tash ky ajeti i 140 është përgjigje për dy ajetet paraprake, për ajetin 138, ajetin 139. Thot Allahu dhul jalal: "Kanë humbur, janë në humbje të madhe ata që vranë fëmijët e tyre nga marrëzia dhe padia e tyre, si dhe janë në humbje të madhe po ashtu ata që ndaluan atë që Allahu ua kishte dhënë si rizk, si furnizim." Dhe krejt këto veprime të ronda, edhe vrasja fëmijëve të tyre, edhe ndalesat arbitrare, janë shpifje e rënd ndaj Allahut. Ata janë devijuar dhe nuk ishin të udhëzuar. Imam Tabariu e shpjegon ajetin 140 kështu. Thot, kanë humbur ata. Thot, kjo është një humbje plot në jetën e tyre, ndërsa humbja bëhet edhe më e madhe kur ata dalin në takim në ditën e gjykimit para Allahut, dhe humbja e vërtet është humbja në ahiret. Po ashtu kanë humbur, kjo pjesë e këtij ajeti tregon se ky është një dënim moral dhe shpirtëror që Allahu te baraka wa taala konkludon, domthon vjen përfundim se ata janë të humbur me praktikën, me mendsinë dhe veprimet e tyre. Vranë fëmijët e tyre. Do thotë në ajetin 137 Allahu na tregoi mentalitetin e tyre dhe e denoncoi këtë krim të rënd moral dhe shpirtëror, këtë gjendje kaq të rënd shoqërore që ata i privonin nga jeta fëmijët e tyre. Allahu tregon, thotë, dhe këto veprimet e tyre ndodhin si rezultat i marrëzisë dhe padijes, ignorancës së tyre. Do thotë, Allahu te baraka wa taala, si thot Imam Tabariu, tregon se ky veprim i tyre ishte një veprim iracional. Ishte një veprim i marr, ishte një veprim i cili nuk kishte mbështetje askund, dhe është në kundërshtim me shpalljen, në këtë rast me Kur'anin dhe me argumentet e shpalljes. Bilem Allahu dhul jalal e përmend, thot, safahan, marrëzi ekstreme. Kjo është një marrëzi ekstreme. Njerëzit që kanë vetëm një grim racionaliteti dhe arsye nuk kishin me vepru në këtë formë si që kanë vepru ata, qoftë me fëmijët e tyre, qoftë me baktitë e tyre, qoftë me të mbjellrat e tyre, se në fakt to janë dhurata dhe furnizime dhe janë begatit që Allahu dhul jalal na i ka bërë rrezik neve, me u kënaq dhe ne me i pas në disponimin ton. Por shiqoni marrëzia ekstreme e tyre i ka qu deri në këtë pikë kur ata në mënyrë arbitrare kanë vendosur rregullat të cilat janë në kundërshtim edhe me arsyen edhe me logjikën, por edhe me shpalljen e Allahut te baraka wa taala. Ajeti thot, krejt këto veprime të tyre kanë ardhur si rrjedhoj se ata kanë vazhduar me shpif ndaj Allahut. Dhe kjo është
një gjë e tillë është e papranueshme dhe është e rëndë shumë, prandaj Allahu dhul xhelal i cilëson këta njerëz si njerëz të devijuar, me një devijim të plot, që kanë humbur rrugën dhe janë larg nga rruga e udhëzimit. Ajeti 141. Thot Allahu subhanahu wa taala, por kisha preferu para se të fillojmë me ajetin 141, të bëjmë një pushim të shkurtër dhe pa humbur kohë do të vazhdojmë me ajetet e mbetura, të cilat i kemi menduar të lexojmë së bashku sot. Pas pak do të takojmë inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Miq të nderuar, me lejen e Allahut po vazhdojmë me ajetet e kapitullit An'am. Sot kemi filluar të lexojmë nga ajeti 137 e do të vazhdojmë deri në përmbylljen e ajetit 144. Kemi ardhur tek ajeti 141. Thot Allahu dhul xhelal: "Wa huwa alladhi ansha'a jannatin ma'rushatin وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين." Thot Allahu dhul xhelal, ai Allahu është që krijoi kopshte me mbështetje, me trung të fortë dhe pa mbështetje. Ai Allahu është ai i cili krijoi hurma dhe të mbjella me shije të ndryshme. Ai Allah është ai i cili krijoi ulli dhe sheg të ngjajshme dhe të ndryshme. Hani nga frytet e tyre kur të piqen dhe jepni të drejtën e tyre në ditën e korjes. Por mos e teproni. Vërtet ai Allahu nuk i don ata të cilët e teprojnë dhe bëjnë mastraf. Imam Tabariu, këtë ajet madhështor, kjo është një ajet i cili në vetvete përmban shumë dispozita fetare. Por ne, siç ju kemi thonë çdo herë, ideja është që ta lexojmë e ta zbërthejmë ajetin deri në atë mas sa që ajeti të jetë i kuptueshëm për ne, pa u zgjeruar në ato debatet akademike të kolosëve të islamit, të ulemave dhe dietarëve tonë, të cilët nga çdo fjalë dhe nga çdo pjesë e ajetit kanë nxjerrë shumë dispozita islame, e kjo tregon madhështinë dhe mrekullinë e Kur'anit famlar. Pa humbur kohë, Imam Tabariu e komenton dhe e interpreton ajetin 141 kështu. Thot, ai Allahu është ai i cili krijoi kopshte. Allah është krijuesi dhe furnizuesi i mbar kosmosit dhe gjitha krijesave në këtë gjithësi. Në këtë rast, Allahu te baraka wa taala përmend pemë të mbjellura dhe fruta. Dhe kjo ajet tash është kontrast, është e kundërta me ato shpikjet dhe ndalesat arbitrare që i kuptuam më herët se si idhujtarët e Mekës e kanë privu veten dhe kanë provu me i privu të tjerët me këto ndalesa të shpikura në mënyrë arbitrare. Qoftë sa i përket baktive dhe kafshëve, por edhe të mbjellurave në situata të caktuara. Pastaj Allahu dhul xhelal tregon, thot, nga mesi i këtyre krijesave dhe kopshteve që ne krijuam, ka kopshte të ndryshme. Për atyre që kanë trungun e fortë me mbështetje dhe pa mbështetje. Pëzëm, me mbështetje janë hardhit e rushit. Ne i kemi parasysh plantazhet e rushit, trupin e pemës së rushit dhe të hardhive të rushit. Si dhe kemi pemë të cilat rriten vetvetiu. Është interesant, subhanallah. Sa pemë na dhurojnë fruta të këndshme e të dobishme, e që Allahu dhul xhelal i ka bu ato të mbin, ashtu pa ndonjë përkujdes njerëzor. Vetë ashtu Allahu dhul xhelal nga mirësitë e tij i ka bu që ne të kënaqemi me to. Kjo çka nën kupton, Allahu te baraka wa taala në këtë pjesë të këtij ajeti tregon se ka lloj-llojshmëri në krijimtarinë e Allahut dhe në krijesat e Allahut. Pastaj, thot Allahu dhul xhelal përmend diçka shumë interesante. Thot, këto pemë dhe këto fruta janë të ndryshme në shije.
nuk janë krejt pemt dhe frutat e pemëve me një shije të njëjtë. Dhe kjo pikërisht e tregon madhështinë e Allahut te baraka wa taala. Do thot Imam Tabariu thot frutat e ndryshme, shijet e ndryshme dhe secila i ka pastaj edhe karakteristikat dhe specifikat e saj. Përmendet ulli dhe shega. Do thot të ngjajshme në formë, por të ndryshme në shije. Sa pemë mund të jenë nga ana e jashtme të ngjashme në formë dhe të pamje, por ja që në shije dallojnë. Dhe kjo pikërisht është prap madhëria e Allahut dhe në këto krijesat e Allahut, qysh Allahu këto krijesa, këto fruta, këto pemë i ka kriju me këto specifika dhe karakteristika, tregojnë madhërinë e Allahut te baraka wa taala. Ndonjë prej frutave është më i ëmbël, ndonjë është më i idht, ndonjë është më i lëngshëm, ndonjë është më i thatë, ndonjë ka faren më të madhe, ndonjë ka faren më të vogël, ndonjë ka lëkurën dhe ne obligohemi me qiru prej lëvozhgës. Subhanallah. Këto janë ato urtësit qysh Allahu te baraka wa taala me madhërinë dhe diturinë e tij absolute neve na i ka bë këto dhunti dhe këto dhurata që ne të kënaqemi me këto begati të Allahut. Pastaj Allahu dhul xhelal thot, hani nga frutat e tyre. Allahu i ka bë këto për me qenë në disponim për njeriu, mu kënaq krijesat e tij. Thot Imam Tabariu, është do thot kur Allahu thot hani prej frutave të tyre, kjo është një leje e përgjithshme. Në parim të gjitha pemt dhe frutat e tyre janë halal, janë të lejuara në parim, në kuptimin general. Pastaj nëse ka ndonjë ndalesë, atëherë ka tekste specifike për ndalesa përkatëse. Kundër, pse Allahu thot hani prej frutave të tyre? Tash kjo vjen si një përgjigje përballë atyre ndalesave të shëmtuara, përballë atyre ndalesave arbitrare që janë krejt në mënyrë jo të arsyeshme e kanë privu veten. Allahu do të thot, këto janë për ju, kënaqoni me to, halal i përgjithshëm. Pastaj thot, jepni të drejtën në ditën e korjes. Kjo pjesë e ajetit, kështu po themi, është argument që Allahu na obligon me zekatin, me nda zekatin dhe me jap zekatin prej këtyre pemëve dhe prej këtyre frutave, konform që kanë ardhur në dispozitat fetare të fikut. Do të thonë zekati i prodhimit, apo sadakaja, apo hisja e këtyre bereqeteve që Allahu te baraka wa taala na ka obligu e atje në kapitujt e jurisprudencës islame për gjitha pemt edhe prodhimet e ndryshme bujqësore, ka dispozita dhe regula të caktuara si i pet zekati, sa i pet zekati, për cilat lloje të produkteve bujqësore dhe të bimëve e frutave japet zekati, e kështu me radhë. Pastaj Allahu dhul xhelal thot, mos e teproni, la tusrifu. Mos bëni mastraf, mos shpenzoni tepër, mos shpërdoroni, mos abuzoni, se Allahu nuk i don ata të cilët e teprojnë. Allahu nuk i don ata të cilët shpenzojnë pa mas. Allahu nuk i don ata të cilët shpërdorojnë dhe abuzojnë me dhuntit dhe begatit e Allahut te baraka wa taala. Një përmbledhje e përgjithshme e ajetit 141 na rezulton me këto dobi dhe me këto mësime. Allahu konfirmon krijimin hynor sa i përket furnizimit dhe begative dhe dhuntive që Allahu i ka kriju për ne. Allahu nëpërmjet përmendjes se disa prej frutave dhe pemëve dhe këtyre dhuntive dëshiron fuqishëm të refuzon ato ndalesa të shpikura që dhujtarët e Mekës i kishin shpik. Pastaj Allahu dhul xhelal nëpërmjet këtij ajeti lejon konsumimin e frutave në përgjithësi. Pastaj në këtë ajet e kemi pjesën e fundit ku Allahu urdhëron të ndajmë zekatin prej këtyre bereqeteve, si dhe ajeti përfundon ku Allahu ndalon çfarë do lloj shpërdorimi, çfarë do lloj tejkalimi, teprimi, mos e teproni, nga se Allahu e urren një gjë të tillë.
Në ajetin 142, thot Allahu dhul Gjelal, wa min al-an'ami hamulatan wa farshan kulu mimma razaqakumullah wa la tattabi'u khutuwati ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Tash, edhe ky ajeti 142 prap është përgjigje përballë ndalesave të shëmtuara që i kishin bëjë dhujtarët e Mekës. E filloi me pemë, me fruta, tash ata kishin ndalu dhe bakti, disa bakti kishin konsideruar të shejta. Tash Allahu na përmend edhe disa rregulla sa i përket baktive dhe kafshëve. Thot Allahu dhul Gjelal, dhe nga baktit ai Allahu krijoi, disa janë për bartje, lloji kuajve, gomarit, devet përdoren për bartje. Dhe disa të tjerë bakti janë të vogla për përdorim tjetër, jo për bartje. Hani nga ajo që Allah ju ka dhënë leje të hani, dhe mos ndiqni dhe mos pasoni hapat e shejtanit. Ai për ju është armik i qartë. Imam Taberiu, duke komentuar ajetin 142, thot: Allahu krijoi disa bakti që ju të shërbejeni me to për bartje, lloj transporti, kafsh për bartje, hamuleten, siç janë devet, kuajt dhe kafsh të mëdha në përgjithësi. Wa farasha, por Allahu krijoi edhe disa kafsh të vogla, dele, dhi, që këto kryesisht përdoren për ushqim, që të konsumojmë në ushqime. Nuk përdoren për të shfrytëzojmë për bartje dhe transport. Shëqoni, ajeti ka zbrit për animi e 450 viteve. Konteksti i ajetit, tani ne në kohën tonë nuk përdorim kafsh, ani pse ka pjesë të botës caktuar që ende vazhdojnë kafsh të përdoren si mjete transporti dhe bartje, apo dhe udhëtimi. Por në pjesën më të madhe të botës, në pjesën e botës civilizuar, kemi mjete transporti që i kanë zavendësu kafsht. Por, shiqoni madhështinë dhe bukurinë e ajetit, ku ky ajet është përgjigje kundër asaj mendësie të gabuar. Pastaj Allahu dhul Gjelal thot: hani nga ajo që Allah ju ka dhënë. Prap ky ajet ka një leje të përgjithshme, thot Imam Taberiu, kundër gjithmonë keni parasysh kontekstin, kundër atyre ndalesave të shpikura, kur ata kanë konsideruar padrejtisht disa bakti dhe disa kafsh i kanë konsideruar të shejta. Nuk është për të habit edhe sot në epokën e postmodernizmit, kur teknologjia dhe shkenca ka bë zbulime të jashtëzakonshme, ku mendja e njeriu të habitet, ne kemi popull të mëdhej të botës. E kemi atje një shoqëri të madhe në Indi. Qasja dhe bindja e tyre e pa kuptueshme në raport me lopën. Çfarë qasje dhe çfarë bindje të paarsyeshme e kanë me lopën, por ka dhe pjesë tjera shoqëri caktuara në botë që në raport me kafshë të caktuara kanë bindje të caktuar. Prandaj kjo surja An'am është një sure për plot argumente që i ka çliru arabët e Mekës, dhe kjo sure i çliron gjithë popujt e botës nga mendësi dhe mentalitete që janë aracionale, iracionale, të paarsyeshme. Mentalitete që edhe mund të mishrohen e të përzihen me elemente të idhujtarisë. Me elemente të idhujtarisë, prandaj ka ardhur kjo sure dhe nuk ka lënë asgjë prej këtyre mentaliteteve dhe mendësive pa i zbardh dhe të njëjtën kohë pa i denoncu dhe pa na tregu rrugën e drejtë, qoftë në raport me bakti, qoftë me të mbjellura e kështu me radhë. Hani nga ajo që Allah ju ka dhënë. Mos ndiqni gjumë të shejtanit. Mos e pasoni shejtanin, sa është armik i hapur i juaj. Qëllimi dhe krejt poenta e iblisit e mallkuar është që neve të na devijoj, e të na lathit, e të na largoj nga rruga e Zotit, duke bërë cytje për bindje të caktuara që janë bestytni. Ajetin 143 thot Allahu tebaraka wa taala: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين
Vazhdon ajeti 143, thot Allahu dhul xhelal. Ai Allahu krijoi për ju 8 çifte nga kafsht, nga baktit, nga dele 2, mashkuj dhe femna, nga dhit 2, mashkuj dhe femna. Thuaj, ai i ndaloi 2 meshkujt apo 2 femrat? Thuaj, a i ndaloi ai 2 meshkujt apo 2 femrat, apo atë që përmbajnë mitrat e 2 femrave? Me të regoni me dije nëse në të sinqartë. Tash Allahu dhul xhelal po don me i demasku dhe po don me i denoncu ato bindjet e gabuara. Thot Imam Tabariu, Allahu dhul xhelal tregon se 4 lloje baktish Allahu ka kriju që t'jenë dhunti dhe begati për njerëzit dhe për krijesat e tij. Delet nga të dyja gjinit, dhit, devet dhe lopën. Pra 8 janë në total. Allahu dhul xhelal i ka bë halal dhe ky krim është i qartë, ndërsa ata kur kanë nda baktit e caktuara i kanë konsideruar të shejta në mitrën e tyre fryti i atyre kafshëve e dëgjum ajetin paraprak, meshkujt e kanë të lejuar me përdor, femrat nuk e kanë të lejuar konsumimin e mishit. Këto janë adete, janë bestytni, janë mentalitet i ignorancës, janë marzi ekstreme që Kurani ka ardhur me i çliru njerëzit për këtyre mendimeve dhe ideve të gabuara. Prandaj Allahu dhul xhelal thot nëse jeni të sinqert, ma thuani të vërtetën, cilat janë të ndaluara apo cilat janë të lejuara. Dhe ajeti 144 që e përmbyll kuptimin e kontekstit të këtyre ajeteve duke i repliku mendësit dhe mentalitetet dhe ato vendime arbitrare të shëmtuara dhe të shpikura, ajeti 148 thot Allahu dhul xhelal, wa min al-ibil ithnaini wa min al-baqar ithnaini, dhe nga devet janë 2, mashkuj femra, dhe nga lopët pashtu janë 2. Thuaj, a i ndaloj ai 2 meshkujt apo 2 femrat, apo atë që përmbajnë në mitrat e 2 femrave, apo ishit dëshmitar ju kur Allahu ju porositi për këtë, si erdhët ju deri te kjo ndarje? Me çfarë të drejtë ju i keni bot të shejta disa bakti? Me çfarë të drejtë mishin e disa baktive e lejoni për meshkuj, e të njëjtin mish e ndaloni për femna? Ku e keni këtë të drejtë? Ku është argumenti? Cila është dëshmia juaj? Kush është më zullumqar, thot ajeti, kush është më zullumqar se ai që shpif ndaj Allahut gënjeshtra dhe krejt qëllimi këtyre gënjeshtrave dhe shpifja është për t'i deviju njerëzit nga rruga e Zotit. Vërtet Allahu nuk e udhëzon një popull zullumqar. Këtë ajetin e fundit 144, Imam Tabariu kështu thot, e kuptuam nga ajeti 143 se Allahu dhul xhelal ka kriju 8 lloje çifte të kafshëve, u përmendën llojet e këtyre kafshëve. Pastaj Allahu dhul xhelal demaskon dhe thot se ju nuk keni të drejtë kur keni bën ndarje dhe keni privu gjinin femrore në raport me gjinin mashkullore, ju nuk keni shpallje, nuk keni dëshmi dhe prova për këtë veprim të juajin, dhe kjo bindje juaj është komplet pa argument dhe është komplet iracionale, nuk është e arsyeshme, nuk ka logjik. Prandaj duhet të çliroheni prej kësaj mendësie. Kjo pyetje që Allahu a bën, kjo është në fakt është një pyetje ironike. Allahu ironizon me këtë mentalitet dhe me këtë veprim dhe këtë bindje të gabuar të idhujtarëve të Mekës. Prandaj Allahu e bën këtë pyetje dhe thot, kush është më zullumqar se sa ai i cili shpif ndaj Allahut dhe sjell gjëra të shpifura e të shpikura në raport me krijimtarin e Allahut te baraka wa taala. Prandaj shpifja ndaj Allahut dhe shpikjet fetare janë në fund devijim dhe lajthitje e humbje nga rruga e udhëzimit të drejtë, nga rruga e Allahut fuqiplot. Allahu nuk e don dhe Allahu nuk e udhëzon një popull të padrejtë, një popull zullumqar, një popull i cili është i zhitur në kësi lloj marrëzi, Prandaj Imam Tabariu thot, padrejtësia është e barabartë me devijimin, shpifja është e barabartë me humbjen
Dhe të gjitha këto në fund na sjellin një humbje shumë të madhe, është mungesa e udhëzimit. Është mungesa e udhëzimit dhe rrugës së drejtë, dhe rrugës e cila Allahu kërkon nga ne që ne të jetojmë, të haprojmë, të ecim në rrugën e drejtë. Për ta përmbledhur ajetin 144, ky ajet na mëson se klasifikimi i baktive dhe ndarja e baktive, shejtëria e tyre është diçka e refuzuar nga Allahu Dhul Xhelal. 2. Ajeti po ashtu refuzon ndalesat e shpikura. 3. Ajeti në fjalë sfidon për dëshmi. Urdhroni, nëse keni prova dhe dëshmi, urdhroni, sjellni dëshmitë e juaja, por nuk keni dëshmi dhe prova. Pastaj ajeti tregon se është shumë e rëndë shpifja ndaj Allahut, si dhe ajeti na paralajmëron se këto veprimat e tilla në fund na çojnë në një devijim shumë të rëndë, dhe ky devijim nuk është vetëm devijim individual, por është devijim kolektiv. Është devijim kolektiv. Por të mos banalizuar, por detyrohem edhe të bëj një denoncim, një sqarim. A e dini, vëllezër dhe motra, se deri para disa viteve në vendin ton, në një datë të caktuar që është 5 apo 6 maj, që quhet dita e Shëngjergjit, në një pjesë e madhe në shoqërinë ton, atë ditë nuk kanë konsumuar mish. E tash, bindja dhe motivet e atyre njerëzve pse nuk kanë konsumuar mish mund të jenë të ndryshme. Dikush mund të ketë bindje dhe motiv se mos po e godet ndonjë e keqe, dikush thotë koti valla vetëm çështë ashtu e kemi gjetë plesh ton, të parë ton, i treti mund ta ketë një arsye, por shiqoni se si njerëzit, apo e shihni çysh kjo o përhap, do të thonë çysh kjo u bën një dukuri dhe u bën një fenomen kolektiv. Por fal Allahut, njerëzit vazhdojnë të vetëdijsohen, njerëzit nuk lejojnë që të vazhdojnë në praktika të tilla absurde, të palogjikshme, interesohen, lexojnë, mësojnë, vetëdijsohen dhe kuptojnë se ndalesat e tilla nuk kanë të bëjnë asgjë me çështje që i përkasin fesë. Dhe Zoti na rujt Islamit. Zoti na rujt Islamit. Këto janë këto ajete të cilat fund e kry kanë një qëllim që njerëzia të çlirohet nga mentalitetet dhe mendësia e gabuar, e devijuar, e shthurur, e shtrembruar, e që ndonjëherë është edhe përplot marrëzi dhe të udhëzohen në rrugën e Zotit të drejtë. Elusim Allahun Dhul Xhelal që të na shtoj udhëzimin në rrugën e Tij të drejtë, të na ruan imanin, besimin, deri në takimin e radhës të gjithë ju kudo që jeni dhe dashurit tuaj e dashurit ton, qofshim në kujdesin dhe në mbrojtjen e Allahut fuqiplot, e ai është mbrojtësi ynë më i miri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.